lexoni ato mesazhe të Lubi Ballukut. Jam unë që kam quajtur Lubi, askush tjetër, dhe nuk ja heq atë. Por çfarë tregojnë ato mesazhe? Ato mesazhe tregojnë një njeri në terror. Një njeri që i kërkon varësit shpejtë, bëje këtë, të tregon terrorin shpirtor që ka ndaj atij, të cilit ajo i vën cilësor e meritur. Unë nuk e justifikoj, sepse përsëri nuk justifikoj veprimet e saj me këtë, por nuk mund të mohohet se mesazhet faktojnë terrorin që ka ajo në detyrë për të përmbushur atë porosi. Nuk e shet njeriu vetën në atë mënyrë, siç bën kjo, por e bën për shkak të Edi Ramës, se janë porosi të prera e prore të Edi Ramës. Ndaj dhe nuk janë, aty janë nëndje, ja u thash dhe njerë, tuneli Llogaras në fakt në tendra është 50 milion, kurse në realitet është 90 milion në total. Dhe ne do jemi tek kryeministria për këtë, por një gjë se e shoh që të gjithë i vërsuli Lubis. Lexoni mirë ato mesazhe. A ju e shihni se me çfarë përçmimi flet ajo për Edi Ramën, por është e detyruar. Është e detyruar Muhamet. Se aty ka vetëm terror. Çoja këto aty. Zoti Berisha, kur do të jeni para kryeministrisë, siç thatë? Kur do të jeni përpara kryeministrisë për këtë çështje? Do vendosim shumë shpejt. Koha ka kaluar. Tani më thua kur do jeni, u them koha kaloi. Ne do të jemi sa më shpejt aty.